Pas vendimit të gjykatës kushtetuese për mbylljen e platformës TikTok, a mund të thuhet juridikisht se qeveria përdor një tragjedi shumë të rëndë njerëzore për të justifikuar një masë që në fund u vlerësua si antikushtetuese? Me thënë të vërtetën, po, sepse ne pam qartazi që nuk ishte ajo masa e duhur për të parandaluar ngjarje të tjera. Ne pam që edhe pas pezullimit të funksionimit të TikTokut në shtetin tonë, pati sërish ngjarje të tjera ku të rinj u agravua në situata të tilla që qelluan dhe njëri tjetrin sërish me mjete të preta. Pra do të thotë që ndalimi apo pezullimi i funksionimit të TikTokut në vendin tonë nuk pati asnjë efekt real mbi ndalimin apo edhe mbi parandalimin e dhunës tek të rinjt. Avokat, gjykata tha se masa nuk ishte proporcionale. Çfarë do thotë kjo në terma të thjeshtë, që shteti nuk mund të kufizojë një të drejtë themelore pa provuar më parë se ka shtëruar mjetet e tjera më pak të rënda? Padyshim, dje gjykata i ka dhënë në të vërtetë një goditje pushtetit ekzekutiv e para për të thënë që nuk mundet me një vendim të Këshillit të Ministrave të ndalosh të drejta themelore siç është drejta e shprehjes, dhe duhet me patjetër që të ketë një vendimarrje në Parlamentin, në Kuvendin e Shqipërisë, pasi kemi të bëjmë me ndalimet të drejtave themelore të qytetarëve shqiptarë dhe nuk mundet të ndodhi një ndalim i tillë me një vendim qeverie, por duhet të kalojë dhe të marrë gjithë procesin legjislativ dhe të përcaktohet në fund fare nga vota e deputetëve të Shqipërisë.